Ne nuk arrim ta perceptojmë. Unë nuk e di a mund quhet vetëm retorikë politike, unë nuk është nga ana tjetër nuk e di se nga e keni dëgjuar. Për momentin që në parlamentin e Maqedonisë, një deputet i forcës së politike, aliment mund të ndodhë. Kjo ndoshta vjen si pasojë se ai deputet sa më i thatë dhe zotit Jakubi që gjatë kohës tuaj janë vrarë këta, janë bërë duke sikur ka një konspiracion shqiptaro-Maqedonas kundër shqiptarëve të vërtet nga ana e BDI-s për shembull. Mendoni është reale kjo, ka substanciale, besoj do të shqiptarët? Po ka substanciale nga vetë nisja e këtij emisioni për vetë faktin që kur ne flasim për rrahje fëmijësh dhe nxënësish nga ana e maskave dhe huliganëve dhe del pastaj Mixhati Jakubi merr fjalën dhe thotë që në Maqedoni prej 2001-shit lulëzon demokracia, ne jetojmë mirë, mbushën institucionet me shqiptarë e tjera. Mendoj që kjo flet vetvete që ti ke tradhtuar idealin ati të rënit të 2001-shit, me këtë logjik duhet të flasim. Pjesa tjetër e debatit ishte replikë dhe kundër replikë. Konstatimet të tilla, me tradhtaj që përmendet ju, janë konstatimet të cilët përditën më tepër populli i thotë, nuk i thotë ndonjë subjekt politik. Tani duhet parë kontekstin kohor dhe kur është tënë. Është tënë kur ne si grup parlamentar kemi kërkuar që të ndërpritet seanca dhe të thirret seancë urgjente në lidhje me problemet që ndodhin. Çfarë thoni ju tani në momentin që po na rrihen fëmijët? Në momentin që po na shpohen dhe na gërvishtën me frika fëmijët, ne duhet heshtim dhe më e rëndësishme do të jetë kthimi apo jo i Branko Zervenkovski dhe LSDM-s në parlament. Jo, për ne jo. Nëse për BDI kjo është e rëndësishme, është punë për ta. Për ne është shumë e rëndësishme kjo. Është shumë e rëndësishme edhe se zgjedhjet parlamentare lokale që ndodhin në gjithçka. Është siguria e fëmijëve. Dhe kjo kur them për mua, kështu duhet të jetë për çdo popull. Më të shenjtë se fëmia nuk ka. Prandaj në pjesën tjetër të debatit që marrëveshja e orit quhet marrëveshje. Dhe marrëveshja e orit ka sakt data të implementimit të asaj marrëveshje. Për shembull, zoti Milo, ju duhet ta dini që numri i policëve në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 25% që pasojnë pas regjistrimit të 2002-shit, duhet të arrijë për 2004. Sa janë sot kësaj dite? Nuk dihet. Unë prandaj them nuk dihet dhe mund manipuloj me shifra. Sepse Maqedoni ka një zëvendës kryeministër për implementimin e marrëveshjes së orit, i cili kurse gjen të arsyeshme të vjen në parlament dhe të japë llogari kur ne si deputetë drejtojmë pyetje, dhe nga ana tjetër të dhënat për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione merren nga avokati i popullit. Avokati i popullit kujt i kujtohet i jep dhëna, kujt nuk i kujtohet nuk i jep të dhëna. Prandaj këtë shifra akoma se dim. Pse mbahet e fshehur? Sepse është arrit, po këtë duhet të japë llogaria ai që është pjesë e qeverisë që është zëvendës kryeministër. Po, besoj se mos ka afere për shkak. Juve mund të bëni një për llogaritje, askush nuk pigon